Qeveria e Kosovës nuk ka treguar nëse do të ketë ndryshim kursi lidhur me veprimet që quan në pezullimin e dialogut të planifikuar strategjik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në zyrën e kryeministrit nuk treguan as nëse kjo çështje planifikohet të shtrohet në takimet që Kurti po i zhvillon në SBA në margjinat e sesionit të 80 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Deri tash në asnjërin prej takimeve të realizuara për të cilat qeveria lëshoi komunikata nuk përmendet dialogu strategjik. Po ashtu deri tash kanë munguar edhe takimet me përfaqësues të Departamentit Amerikan të Shtetit. Një zyrtar i lartë në Departamentin Amerikan të Shtetit tha për kohën ditë më parë se Kurti shkeli vijën e kuqe me përpjekjen për ta penguar pjesëmarrjen e listës serbe në zgjedhjet lokale të 12 tetorit, veprim ky që çoi në vendimin e SBA-s për pezullim të dialogut të planifikuar strategjik me Kosovën. Zyrtari i Dashrit ka thënë se dyert e bashkëpunimit janë të hapura nëse kryeministri në detyrë Kurti ndërmerr veprime konkrete. Në ditën e dytë të qëndrimit në New York, Kurti së bashku me ministrin e detyrë të punëve të jashtme dhe diasporës Danika Garvalla kanë takuar ministrin e jashtëm të Sultanatit të Omanit, Al Busaidi. Në SBA po qëndron edhe presidentja Vjosa Osmani, e cila mori pjesë në tryezën e organizuar nga zëvendës sekretari i shtetit, Christopher Landau, me titullin Sistemi botëror i azilit, çfarë shkoi keq dhe si të rregullohet. Jemi shumë krenar që jemi shteti i parë dhe i vetëm në Evropë që kanë nënshkruar marrëveshje me SBA-n për shtete të treta për ta përkrahur agjendën e presidentit Trump për luftimin e migracionit ilegal. Jemi të gatshëm të përkrahim shtetet që kanë nevojë për përkrahjen e Kosovës, ndonse jemi shtet i vogël. Osmani shtoi tutje se Kosova shteti i parë që ka harmonizuar me SBA-n listën e organizatave terroriste, duke përfshirë edhe 3 urdhrat e fundit ekzekutiv të presidentit amerikan Donald Trump. Kur dikush quhet organizatë terroriste apo kartel, pasi rrezikon sigurinë e SBA-s, atëherë quhet terroriste edhe në Republikën e Kosovës. Ky lloj bashkëpunimi na duhet me qëllim që sistemi të përdoret për të mbrojtur ata që kanë nevojë, të mos lëm bashkëpunimin mes rrjeteve kriminale të jetë më i fortë se sa bashkëpunimi mes shteteve. Më herët, Osmani tha se pati një bisedë përmbajtësore me sekretarin e shtetit amerikan Marco Rubio në kuadër të pritjes së organizuar nga presidenti Trump, por se përmendi edhe dialogun strategjik. Ky takim nuk figuron edhe në faqen zyrtare të Departamentit Amerikan e as në profilin e Rubios në rrjetet sociale. Derisa Osmani mungon në postimet e tij, ai ka treguar për takime tjera përfshirë atë me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, me të cilin ka folur për dialogun strategjik që të dy vendet do ta nisin së shpejti.